dhembur pak. Nuk ka për të ndodhur prap! Të siguroj që të ndodhë. Sa i paparashikueshëm! Qireni, po! Po, po ja dalin ban! Ata janë vërtet të fuqishëm. Ata të dy. Me siguri që e sulmove, me të fuqinë tënde, që të përpiqesh të ndaloj atë, apo jo? Por edhe nëse të shtoj, nuk ka për të qenë problem për sa kohë ti do të jesh në betejë. Nxito tani dhe jepi fund atij. Po më nderon me besimin tënd. Shumë po më nderon. Qireni, po! Qireni luftoj mirë. Ti e ke humbur shpirtin e luftëtarit dhe as nuk po më shikon më në sy. Sa turp, nuk do ta shikoj dot fytyrën tënde qesharake në fund. O çfarë je duke bërë, Xiren? Je duke u gjojzuar për para armikut tënd? Më thuaja, nuk është kjo një mënyrë qesharake e fundit tënd? Ngriu tani, Xiren! Shoku yt është shumë këmbgulës. Unë nuk kam asnjë shok të vërtet. A thuaj për çfarë ke ndërtuar ti të gjithë fuqinë tënde, ndërkohë që nuk i besoj askujt? Gjatë kësaj kohe, lufto për krenarin tënde deri në fund. I ndoshta mund të mos besosh tek fuqia jote, por unë besoj tek ajo. Po edhe deri në fund. Xiren, i je i fort, bir. I je më i fort se të gjithë. Të them sinqerisht, tani po më vjen për të vjekur. Hyre gojen! Bravo tani, Friza! Ngri energjin! Po tregose çfarë duhet të bëj! Ngri energjin tënde më shumë! Dhe mos më urdhëro më mua, më kupton? Ju të dy, duroni! Nga trestar të paft! Shtokuni! Më falni pak ju të dy. Unë ju aldash me gjithë dëshirën time, çdo gjë ju të dyve. Më në fund u ngrite në këmbë, Goku. Shiko kush po flet tani, androidi 17. Unë dhe Friza do të vazhdojmë përpara. E ti kujdesu për sulmet e tua, në rregull? A je i sigurt se do të qëndrosh edhe ti bashkë me atë? Friza! Çfarë thua kështu? Ne i kemi tejkaluar të gjithë limitet tona tashmë. Nëse ne nuk do të arrijmë të punojmë dhe të luftojmë së bashku, universi 7 ka për tu shkatruar fare. Ej, Goku!